Shenjat e përfundimit të keq. O ju musliman, pasi që vendbanimi i robit pas vdekjes së tij është i fshehtë për krijesat dhe dituria është vetëm tek Allahu, nuk i takon askujt që të gjykojë për një krijesë të Allahut se a është banor i xhenetit apo i xhehenemit. Përjashtim bëhet vetëm për ata për të cilët na kanë ardhur citate të qarta prej Kurani dhe Suneti se janë banor të xhenetit apo xhehenemit. Mirëpo, pasi përfundimi i njeriut, sipas të dhënave të mbledhura, si pasojë e vëzhgimeve të drejtë për drejta, është bërë treguesi i asaj se robi a shpresohet të jetë prej banorëve të xhenetit apo të xhehenemit, neve na lejohet që disa njerëz t'i përgëzojmë dhe të shpresojmë për ata xhenetin, e për disa të friksohemi dhe të shpresojmë rahmetin, sipas asaj çka ka vepruar robi i Allahut. Pejgamberi alayhis salam thotë: ka prej jush që punojnë vepra të banorëve të xhenetit, sipas asaj çka e shohin njerëzit. Mirëpo, ata janë prej banorëve të xhehenemit. Ka prej jush që punojnë vepra të banorëve të xhehenemit. Mirëpo ata janë prej banorëve të xhenetit. Veprat shpërblehen sipas përfundimit të saj. Ibn Batal, Allahu e mëshiroft, thotë: në fshehtësinë e përfundimit të veprave prej robit, gjejmë urtësi të madhe. Po ta dinte robi i Allahut se do të jetë prej të shpëtuarve, do të hynte vetja në qejf dhe do ta braktiste punën. Po ashtu po ta dinte se do të jetë prej të shkatërruarve, do ta braktiste punën dhe do të shtonte veprat e shëmtuara. Prandaj u fsheh kjo dituri prej tij, që ai gjithmonë të jetojë mes shpresës dhe frikës. Ky ishte shkaku sepse njerëzit e mirë friksoheshin prej përfundimit të keq. Ata përpiqeshin që gjithmonë të kenë mendim të mirë për Allahun, të veprojnë vepra të mira dhe ato të jenë të vazhdueshme. Malik ibn Dinar, Allahu e mëshiroft, falte namaz tërë natën, e kapte mjekrën e tij dhe thoshte: o Zot, ti i di banorët e xhenetit dhe banorët e xhehenemit. Ku do të jetë vendbanimi i Malikut? Sufjan Theuriut, Allahu e mëshiroft, kur i afrua vdekja, filloi të qajë dhe njëri prej tyre që ishte prezent i tha: o Sufjan, a qan për shkak të mëkateve të shumta që i veprove? Tha: jo, por friksohem se mos po më rrëmbehet imani para vdekjes. Pasi që çështja e përfundimit qenë ka e madhe, njeriu i takon të kujdeset për llogaritjen e vetvetes dhe të paralajmërohet prej mashtrimeve të epshit e shejtanit dhe të nxitoj ka pendimi i sinqert. Çdo shkujdesje dhe neglizhencë prej anës së tij do të jetë pendim me mallkim, dhe akuzat për këtë gjendje nuk duhet i drejtohen askujt tjetër përveç se në adresën e tij. Pamjet e monumenteve të vdekjes janë prej gjendjeve më të rënda për njeriu, dhe mbjet e saj janë të rënda dhe mundime të papërshkrueshme. Robi, nëse do kishte qenë prej tyre që e pastrojnë shpirtin me vepra të mira dhe përmirësojnë të brendshmen dhe të jashtmen e tyre për hir të Allahut, për të shpresohet përfundimi i mirë. Nëse do të ishte prej tyre që i bën padrejtësi vetes me mëkate dhe gjunahe, përfundimi i tij frikohet se nuk do të jetë i mirë. Allahu askujt nuk i bën padrejtësi, i jep atij çka do me mëshirën e tij dhe i merr atij çka do me drejtsinë e tij. Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, na përcjell se një njeriu i është thënë në prag të vdekjes: thuaj la ilaha illallah. Ai ka thënë: nuk më bën dobi mua kjo fjalë. Unë nuk di që kam falur për Allahun ndonjë namaz dhe nuk e ka shqiptuar këtë fjalë. Ibn Rexhebi, Allahu e mëshiroft, na përcjell prej Abdulaziz ibn Ebi Revad, Allahu e mëshiroft, i cili ka thënë: kam prezantuar tek një njeri i cili ishte në agoninë e vdekjes dhe ja përkujtonim atij fjalën la ilaha illallah, dhe në fund ai nuk e shqiptoi këtë fjalë dhe tha: unë e mohoj këtë që e thua dhe vdiq në këtë gjendje. Thotë transmetuesi, kam pyetur për të çfarë ka bërë. Mu përgjigjen se ai ka qenë i dhënë pas alkoolit. Abdulaziz ibn Ebi Revad thoshte: friksohuni nga mëkatet, sepse këto janë ato që e kanë sjellë në këtë situatë. Dhe të ngjashme si kjo e përmend Imam Dhehebiu, Allahu e mëshiroft, i cili thotë: ka qenë një njeri i cili ulej me ata që pinin alkool. Pasi që i erdhi vdekja, erdhi një njeri ja kujtonte shahadetin, kurse ai i tha atij: piti, pastaj më jep të pi edhe unë, pastaj vdiq. Një rast tjetër që e përmend Imam Dhehebiu, Allahu e mëshiroft, në librin e tij El Kebair, mëkatet e mëdha, se një njeri i cili luante shah kur ishte në agoni të vdekjes, i është thënë atij: thuaj la ilaha illallah. Ai tha: luaj ti, pastaj vdiq. E mundi gjuha e tij me atë që e kishte kaluar tërë jetën e tij, dhe në vend se ta thotë fjalën e tauhidit la ilaha illallah,
Ai tha, luaj ti. Ibn Kaimi Allahu e mëshiroft gjithashtu e përmend se një person ishte i njohur me dashurinë ndaj këngës dhe muzikës dhe ngado që shkonte i përsëriste ato dhe kështu pasi që i erdhi agonia e vdekjes i është thënë atij, thuaj la ilaha illallah. Ai filloi të këndonte derisa vdiq dhe nuk e shqiptoi fjalën e tauhidit. Ibn Kaimi Allahu e mëshiroft, po ashtu thot, më kanë treguar disa tregtar për një të afërm të tyre kur i erdhi agonia e vdekjes. Njerëzit përreth tij filluan t'ia kujtojnë fjalën la ilaha illallah, kurse ai thoshte, ky mall kushton kaq, ky mall është i lirë, ky mështeri është i mirë, derisa vdiq dhe nuk e shqiptoi shahadetin. Një tjetrit i thonin, thuaj la ilaha illallah. Thoshte, nuk mundem ta shqiptoj. Ibn Kaimi Allahu e mëshiroft u përpoq t'i komentoi tregimet që i përmendëm më herët dhe tha, i lartësuar qoftë Allahu, kjo çfarë kanë parë njerëzit, është mësim për ata që kanë mendje. Kur njeriu është në gjendje të mirë shëndetësore, i fortë dhe i fuqishëm, shejtani mundohet ta mbizotrojë atë dhe ta fusë në mëkate ndaj Allahut të madhëruar. E bën atë që zemra e tij të jetë e pakujdesshme në përmendjen e Allahut. E bën që të harrojë ta përmend Allahun me gjuhën e tij dhe e bën që ta largojë nga adhurimet e gjymtyrëve. Kjo, kur është njeriu i fortë dhe i fuqishëm, atëherë si mendon ti, kur njeriu t'i bie kjo forcë, dobësohet dhe plaket. Në kohën kur ky njeri fillon të ndjejë dhimbje në trupin e tij dhe fillon të ankohet për dhimbjet që i ndjen, në këtë situatë shejtani i mallkuar e përmbledh të gjithë fuqinë dhe synimin e tij për ta fituar këtë person dhe për ta kthyer nga ai dëshiron. Shejtani është shumë i fortë në këtë gjendje, kurse personi në fjalë është më së ligështi në këtë gjendje. Prandaj vështirë është që të shpëtojë ky njeri në këtë situatë, përveç atyre që i forcon Allahu. Allahu thot, Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i shpije në humbje. Allahu bën ç'të dojë. Sura Ibrahim 27. Përfundimi i keq është dy shkallë. Allahu na ruaj prej tij. E para, është përfundim shumë i keq dhe i tmerrshëm. Ky përfundim është kur në prag të vdekjes e kap njeriu dyshimi, mohimi, kufri dhe të folurit të diç që është në kundërshtim me atë që ka zbritur Allahu apo ka treguar Muhamedi alayhis salam. E dyta, është më e vogël se kjo e para. Kjo është kur në prag të vdekjes njeriu fillon të dëshirojë ndonjë gjë prej gjërave të dynjas apo ndonjë dëshirë prej dëshirave të ndaluara, dhe kjo i shfaqet atij në momentin e vdekjes në zemrën e tij. Njeriu vdes në atë gjendje çfarë ka jetuar. Nëse ka qenë nga ata që ka dhënë kamat, ai do të përfundojë me këtë mëkat të madh. Nëse ka qenë nga ata që ka vepruar harame të tjera si për shembull drog, muzikë, cigare dhe fotografi pornografike, u ka bërë padrejtësi njerëzve e të ngjashme si këto, përfundimi i tij do të jetë i keq. Allahu na ruaj. Mirpo, nëse është nga ata që kanë qenë njësues të Allahut, ata do të jenë të mbrojtur nga dënimi i Allahut. Pasi që përfundimi i keq është çështje e rrezikshme për jetën e njeriut, na detyrohet i njohim disa prej shkaqeve më kryesore, të cilat na drejtojnë nga ajo, me qëllim që t'i largohemi dhe mos t'i afrohemi. Prej shkaqeve të përfundimit të keq është braktisja e ahiretit dhe dashuria ndaj dynjas. Allahu thot: "Kushdo që i kthen shpinën këshillës sime, do të ketë jetë të mjeruar, dhe ne në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër." Ai do të thotë: "O Zoti im, pse më ringjallet të verbër kur unë kisha shikuar më parë?" Allahu do t'i thotë: "Kështu të erdhën shenjat tona dhe ti i harrove ato, e po kështu sot do t'jesh i harruar. Kështu e ndëshkojmë ne atë që e tepëron me gjunahe dhe nuk beson shenjat e Zotit të tij. E dënimi në jetën tjetër, në të vërtetë, është më i ashpër dhe më i qëndrueshëm." Surja Taha 124-127. Për shkaqeve të përfundimit të keq, po ashtu është lënia e pendimit për më vonë, vazhdimësia në mëkate dhe mos përfidhja e detyrimeve. Shumë njerëz pretendojnë se do të pendohen prej mëkateve, por kur? Beqari thotë do të pendohem kur të martohem, studenti thotë do të mendohem kur të përfundoj studimet, fukarai thotë do të pendohem kur të punsohem, idhiu thotë do të pendohem kur të plakem dhe kështu me radhë. Secili e cakton një afat kohor se kur do të pendohet. Mirpo i parashtrohet pyetja të gjithëve se kush ju garanton se do ta mbërrini realizimin e këtyre shpresave? A nuk friksoheni se Allahu do t'ju marrë shpirtin para se t'i realizoni shpresat tuaja? Po edhe nëse mbërrini ata afat kohor që e dëshironi, kush ju garanton se do të pendoheni kur dihet se jetën e keni kaluar në mëkate dhe epshe, të cilat në shumicën e rasteve janë shkak i rrotullimit të zemrës dhe shkatrimit të saj? Allahu thot: "O besimtar, binduni Allahut dhe të dërguarit kur ju thërret drejt asaj që ju jep jetë, dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të mblidheni të gjithë." Surja Enfal 24. Në një tjetër ajet, Zoti i Gjithësisë thot: "Ne
do t'u alargojmë zemrat dhe shikimet e tyre nga e vërteta. E pastaj e qartëson shkakun e këtij largimi kur thot: sepse ata nuk e besuan atë Kuranin herën e parë. Pra shkaku i saj ishte refuzimi të vërtetës kur ju erdhi herën e parë. E pastaj thot: ne do t'i lëm ata që të bredhin të verbër në humbje dhe mosbesim. Surja Nam 110. Allahu e mallkon një popull të cilin e mashtrojnë shpresat dhe i braktisin punët e ahiretit. E pastaj kur i vjen vdekja, ata janë në shkujdesje. Allahu thot: do të vijë dita e Kiametit kur mohuesi do të dëshirojnë që të ishin musliman. E lëri ata që të hanë të kënaqen dhe le t'i mashtroj shpresa. Ata do ta marrin vesh. Surja Hijr 2:3. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu thot: friksohem për ju prej dy gjërave, prej shpresës së gjatë dhe pasimit të epshit. Shpresa e gjatë është shkak për harrimin e ahiretit, kurse pasimi i epshit të largon prej të vërtetës. Prej shkaqeve të përfundimit të keq po ashtu është dashuria ndaj mëkateve. Njeriu kur vazhdon të bëjë mëkate dhe nuk nxiton që të pendohet prej tyre, i adopson zemrën dhe ja mbisundon mendjen në momentet e fundit të jetës që të mos pendohet prej saj. Allahu shpirtin ja merr në këtë gjendje dhe kështu do të ringjallë ditën e Kiametit. Xhabiri radiallahu anhu na përcjell se pejgamberi alayhis salam ka thënë: çdo rob do të ringjallet ashtu siç ka vdekur. Ibn Kathiri, Allahu i mëshiroft, thot: mëkatet dhe pasionet e zhgënjin vepruesin e tyre para vdekjes së bashku me shejtanin, dhe kështu që kur i shtohet edhe besimi i dobët në ato momente, atëherë prite përfundimin e keq. Prej shkaqeve të përfundimit të keq po ashtu është veprimi i risive, pasimi atyre që i veprojnë ato dhe mbrojtja e saj me të gjitha mënyrat e mundshme. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu na përcjell se i ka dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë: të gjitha zemrat e bijve të Ademit janë në mes dy gishtave, prej gishtave të Allahut, sikurse një zemër e vetme i rrotullon nga të doji. Dhe pastaj ka thënë: o ti, i cili i rrotullon zemrat, forcona zemrat tona në nënshtrimin ndaj teje. Elus Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na mbrojë prej përfundimit të keq dhe gjithë rrugëve të cilat na drejtojnë nga ajo, dhe të na mundsojë të vdesim ashtu siç dëshiron Allahu prej robit të tij